qytetarët thamë duam të ricertifikojmë, dhe ai po thotë mos të ricertifikojmë, që për koherencë do duhet që të thënë këtë dhe prapë për sa i përket politikës krahasuese, po të marrim Italinë e viteve 90, po të marrim për shembull Greqinë pas krizës financiare, legitimiteti politik i partive humbet ose fitohet në mënyrën se si ato i përgjigjen kërkesave. Dhe unë mendoj që tashti në këtë moment që po shohim, përmes protestës ajo që unë shoh një krizë legitimiteti të partive politike dhe sistemit aktual. A mund të ndodhi që këto të hyjnë në kanalizime të dura apo jo? Se s'mund ta them, por që kjo mendoj që mund të ishte një pikë diskutimi edhe nga vetë. Për fund, si e parashikoni suksesin themi të kësaj proteste? Pra e para do ketë apo s'do ketë sukses? Nëse do ketë sukses, si do rezultojë suksesi? Pra rotacion pushteti, ndryshim sistemi, çfarë mund ndodh? Unë nuk di të them se kjo varet nga shumë faktorë, por protesta sigurisht është mirë pritur nga të gjithë dhe nga media ndërkombëtare dhe nga politikanë ndërkombëtar, me sa shoh dhe lexoj, dhe nga vetë kryeministri thotë që e mirëpresim se kjo tregon shkallën e lirisë etj. Kështu që në një farë mënyrë protesta domethënë ja ka arritur objektivin e vet edhe sikur të pushonte se ekzistuari në këtë moment, por që në proceset e ardhshme zgjedhore është e sigurt që do merret në konsiderat që legjitimimi ose kërkesa për legjitimim politik tashmë nuk do jetë kaq e thjeshtë saç ishte bërë deri në zgjedhjet e 2025-s, që po marrim ca njerëz, po i fusim në një listë, po ja parashtrojmë qytetarëve dhe ata pastaj do ne. Ky është një proces legjitimimi defektos që qytetarët po tregojnë që po e kundërshtojnë. Tash se si do rinovohet skema e legjitimimit politik si rezultati i kësaj proteste ngelet për të parë edhe nga vetë mënyra se si kërkesë, se si protesta, po edhe njerëz caktuar do t'i artikulojnë këtë dritare mundësie që është hapur, mendoj unë, zhvillimeve dhe proceseve demokratike në Shqipëri.